Stan Dragoti u lind në një familje tipike shqiptare dhe u rrit në një mjedis po aq tipik amerikan. Ja si përshkruan ai raportet shpirtërore mes të dyjave. Më lejoni t'ju tregoj këtë fotografi ku kam dalë fëmijë i veshur me një fustanell shqiptar. Every Albanian American or Albanian kid has that picture and is wearing it somewhere deep in here. Çdo shqiptar amerikan, qysh fëmijë e ka këtë rrobë thellë në zemrën e tij. Kaq besoj mjafton. Natyrisht, unë jam lindur e rritur si amerikan. Nuk flas shqip sepse kam patur diferencë të madhe në moshë me 3 motrat e mia dhe kjo na ndau disi nga pikpamja e gjuhës. Pastaj ndodhi diçka e jashtëzakonshme. Erdhi lufta e dytë botërore, Amerika kaloi në për disa ndryshime të habitshme në kuptimin që patriotizmi në vend arriti kulmin. Në ato vite unë isha i ri dhe ishte e pamundur që të mos ndihesha 100% amerikan. Si të gjithë të tjerët, edhe unë krijova për vete shpirtin patriotik amerikan. E megjithatë, vazhdimisht e kam mbajtur këtë fotografi në zemër. Stan Dragoti është regjisor i 7 filmave të realizuar në një vend të tillë si Hollywoodi, ku konkurrenca është e pazakontë. I was very fortunate because I did Kam qenë me shumë fat sepse filmi im i parë pati sukses. Ishte filmi Dirty Little Billy, prodhimi i vitit 1972, i cili më dha kënaqësi të madhe gjatë xhirimit. Industrialisti i famshëm i Hollywoodit, Jack Warner, i cili kishte investuar për filmin, më tha: "Je djalë me shumë fat, por asgjë nuk ka më shumë sukses se sa dështimi. Prandaj, ajo që duhet të bësh është ta ndjekësh filmin kur të shfaqet në të gjithë vendin dhe të përpiqesh ta kuptosh se pse njerëzit e pëlqejnë." Bëra ashtu siç më tha ai dhe e ndoqa filmin për 1 vit të tërë. Filmi që pasoi ishte Dashuri në kafshimin e parë, një komedi që pati sukses të rrallë. Për atë u shpenzuan $2.5 milion dhe fitimi ishte 100 milion. Më pas erdhi filmi Mr. Mom, i cili kushtoi 6 milion dhe realizoi $100 milion të ardhur. Këto janë fitime të konsiderueshme dhe duhet të dini se Hollywoodi është një qytet as pak i mëshirshëm ku konkurrenca është e tmerrshme. Stan Dragoti thotë se sot shihet e Hollywoodit kanë ndryshuar në një mënyrë që ai personalisht nuk e pëlqen. Well, I'm afraid that we're going through a cycle where Kam frikë se Hollywoodi po kalon nëpër një cikël ku studiot po përgjigjen më tepër shijeve të adoleshentëve. Kur isha adoleshent, më qellonte të shija filma ku luanin Spencer Tracy apo Katharine Hepburn, filma që nuk ishin për ndonjë audiencë të caktuar dhe unë mësoja shumë prej tyre. Po kështu shija filma komik dhe dramatik të njohur për kohën. Sot, projektori është ngushtuar së tepërmi dhe është fokusuar tek adoleshentët, për shkak se ata janë konsumatorët më të shumtë. Kështu që sot shikon më shumë filma banal, të cilët e kanë reduktuar kulturën e filmit në nivele të ulta. Në fillim të viteve 90, Stan Dragoti e la Hollywoodin dhe u kthye në New York për të marrë ekskluzivisht me artin e reklamës. I did a movie at Paramount called Necessary Roughness, which was a successful football. Në atë kohë bëra një film me titull Necessary Roughness me kompaninë Paramount. Ishte një film i suksesshëm që kishte si temë futbollin amerikan. Kur isha në shkollë të mesme luaja futboll, prandaj gjithmonë kisha dashur të bëj një film me këtë temë. Gjatë kësaj kohe fillova të shikoj ndryshime në Hollywood. Njerëzit e filmit po vinin tani gjithnjë më shumë nga shkolla të shtrenjta si Harvardi dhe çdo gjë diktohej nga fitimi. Pra, qëllimi nuk ishte më filmi, por paraja dhe kjo nuk më pëlqente. Ishte pikërisht kjo periudhë kur partneri im më telefonon me një ofertë të jashtëzakonshme për t'u kthyer në New York dhe për të hapur një kompani reklamash. Në vitin 1994, Kalifornia u godit nga një tërmet i madh. Unë vetë shpëtova, por shtëpia ime e madhe u shkund mirë. Kur nuk isha parë një gjë të tillë në jetë dhe thash me vete: Zoti po përpiqet më thot diçka. Shita shtëpinë, paketova plaçkat dhe u ktheva në qytetin tim të lindjes. Gjithë këtë përvojë, Stan Dragoti do ta përdor tani në favor të imazhit të Shqipërisë, vendit të prindërve të tij, dhe ka besim të plotë te suksesi. Well, first of all, we can't fail because there's nothing being. Në radhë të parë, ne nuk mund të dështojmë, sepse tani për tani nuk është duke u bërë ndonjë gjë në këtë fushë. Pra, ne po bëjmë diçka që është më mirë se asgjëja. Për zërin e Amerikës, Ilir Ekonomi, New York. A very famous actress in Albania, perhaps you